10 persona janë dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorisë në Prishtinë pas bastisës që u bën dje në rastin e patent shoferëve ku ishin arrestuar 19 persona. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë dhe të njëjtit dyshohen në keqpërdorim të pozite zyrtare, korrupsion, marrje të rishfetit si dhe ndikime të tjera. Nga 10 dyshuarit që janë në mbajtje, 3 për tyre janë nga komuna e Gjakovës. Kamer Shabani, drejtori i qendrës së patent shoferëve në Gjakovë, ekzamineri Sadri Sutaj dhe Saber Arifaj, pronari autoshkollës Kader. Drejtoria e hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në Prishtinë përveç Gjakovës ka kryer bastisje edhe në regionin e Prishtinës, Gjelanit, ku janë bastisur rreth 10 lokacione në shtëpi private, autoshkolla, po ashtu edhe zyra të njësisë së patenteve në këto komuna. Me këtë rast janë arrestuar 19 persona. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë kontrollit në 10 lokacione në Gjakovë, Prishtinë dhe Gjilan janë gjetur dhe sekuestruar një automatik AK-47, 2 revole, 2224 copë fishek të kalibrave të ndryshme, një shumë e parave, 17 telefona mobil e të tjera. Personat e arrestuar akuzohen për dyshimin se në vazhdimsi kanë ndihmuar kandidatët e shumë për t'u pajisur me patent shofer, me qëllim përfitimin personal që bien në kundërshtim me ligjin.